حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër dhe motra të nderuar, kudo që jeni, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jeni në emisionin e radhës, emisionin tuaj të pyetjeve të drejtuara nëpërmjet Facebookut dhe krenarisë, emisioni i 12. Dhe pa humbur kohë fare më njëherë shkojmë të pyetjet, të cilat janë të shumta. E ne do të marrë disa prej tyre sa na mundëson dhe na premton koha. Pyetja e parë, çka thua nëse një vajzë që janë kolegë në punë me burrin tim, ajo fotografohet me telefonin e burrit tim, dhe çdo herë provokon. Çka i thojnë kësaj pune? Jam e interesuar për një përgjigje nga ju. Vajza e cila përdor telefonin e burrit tën dhe fotografohet me të është e pakulturë. Telefoni është diçka personal. Edhe vllaut tënd nuk i mirret bashkë ashtu, edhe burrit tënd. E lejmë burrit huaj. Është pronë e tij dhe është personale. Pra tregon që s'ka kulturë. Por edhe nga ana e moralit, Zoti na ruajt, nuk do të paragjikojmë, por nuk është shaj e mirë. Sepse ajo mund të thotë se kam për shoqëri, dhe jemi kolegë, por shejtanit nuk i besohet. Dhe nuk ka nevojë ajo. Ajo është në punë dhe kjo është në punë. Këta do të jenë zyrtarë edhe kolegë në punë dhe kaq. Se do që t'jetë, ti motër grus, gjithësisht vajzës të huaj nuk e që ka i bën. E burrit Allah e drejtohet dhe ruajt edhe burrin tënë prej fitneve të grave, të femrave, e prej provokimeve të tyre. Ti do ta këshillosh burrin tënë. Me thotë të që Zotit. Këshilla më e mirë në këtë dynja, që ka dikush jep dikujt, është me thonë, ke frikë Allah. Mëse të të grus, gruja gjenë s'hanë, njerëz nuk hanë. Po të që Zotit. Të që Allahot e mos shkel në dispozitat e Zotit. Nuk ke arsye me ranë haram. Ngrone ke të shpija. Gruja mirë, kështu e këshillon burrin. Por unë këtu pa kam frikë që po mundem me lexuar mes rreshtave se te ke prej xhelozisë të madhe. Xhelozia të te ja mund dertin tënë për fenë e burrit tënd. Dhe kjo është problem i madh tek motrat tona muslimane. Ma shumë preokupon xhelozia e tyre se sa friga dhe derti i tyre për burrat e tyre që po hyjnë në haram. Nuk është në rregull ajo. Ne nuk themi me eliminu xhelozin krejt, sepse është diçka e lindur me njeriu, në këtë rast me femrën, por do të mi dhamë përparësi anës fetare. Në këtë rast frigës se po bjen burrin zina. Andaj do të me këshillu burrin, me thotë të që Zotit. Të që Allahut. Nëse ke diçka me atë gru, mos shka me tutje. Më mirë merre, nëse së ndahesh, nëse veç ke vendos, nëse më sheh prej meje, e mos bë zina, se zinaja sjell pasojat më dha, bela, dhe ta shohim sherrë dhe në familje, se ti pëse për vetë vetës tënde, e për mua është e jeftë, por përballoj.
Pra këshillo burrin tënd, lejtutet Zotit xhelle shanuhu. E asaj motrës, për edhe asaj nuk prish punë, ndoshta. Me thirë dhe edhe me thani motra, bërë ma lan burrin tëm rahat, nëse ka mundësi. A nëse je bo marak ma marë burrin tëm, trega, sharej senet e mës ma qitë burrin në kurth, se ne jena familje që i tutëm Zotit. E nuk do në shkojnë gjehne. Allahu të arrujt atë burë pej shirët grave, edhe çdo kënd, çdo burr tjetër, edhe çdo mashkull, çdo musliman. Të pyetja radhë shkojmë çka mund të thoni për atë njeri i cili kur del jashtë shtëpisë sillet mirë, ndërsa në familje është agresiv. Mirërisht, kjo është një dukuri e përhapur bagi shumë të njerëzit. Në shtëpi janë të vrasht me familje, me gru, me fëmijë, me vllazën. Jashtë kur del me shokë, me shoqëri, është jam është i butë. Kjo nuk ka në rregull. Kjo nuk ka ahlak. Ahlaki i tij është i mangët. Shumë i mangët. Sa të dush sillu me tjerë të mirë. Nëse nuk sillesh familjen tënde në mënyrën më të mirë, ti nuk je i cilësuar dhe i me veshur dhe i pajisur me piedestalin e lartë të ahlakut moralit. Asnjëherë. E ahlaku moral etika është zbukurimi dhe është heshia e muslimanit. Është gjëja më e vlefshme pas imanit në Allahun Azza wa Jall. Nuk ka diçka. Çka është më me peshë dhe më me ndikim të muslimani mas imanit se sa ahlaki morali. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Besimtari më i kompletuar. E secili prej nesh duhet të synet kompletohet. Dhe me thënë të ngritet, të kompletohet me cilësi sa më të mira. Besimtari më i kompletuar është ai i cili ka moralin më të mirë. E ka karakterin më të mirë. Pastaj vazhdon pjesë tjetër e hadithit: "Wa khiyarukum linisa'ihim." E më të mirë prej jush janë ata që më së miri të sillen ndaj grave të tyre. Pra moral, ahlak në përgjithësi, në familje në veçanti. Gjatë që përderisa po veçan Islami sjellin moralin, etikën, familjen tënde brenda, se përfundimit të duas në kuptu se sa shumë e ka ngritur lart ahlakun, etikën, sjelljen tënde në raport me gruan, me familjen tënde që ke shtëpi. Për atë arsye kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një njeri prej ensarëve, ka thënë: "Ja Rasulullah, ejul mu'minin afdal", cili prej besimtarëve është më i miri? Po do me ditë cili është më i miri, më i vlefshmi, afdal, më i miri. Ka thënë alayhi salatu wassalam: "Ahsanuhum khuluqa", ai që ka moralin më të mirin. Fond. Pastaj është pyetur: "E cili është më i mëshmi?" Ka thënë: "Më i mëshmi është ai i cili më shumë të kujton vdekjen, la ilaha illallah." Më i mëshmi është ai i cili kujton më shumë të vdekjen. Dhe ai i cili punon për çka ka mas vdekjes, e një dohet me dek. Që është i mëshëm. Nëse hyjmë ajeteve kuranore dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjejmë se aty janë aq shumë të cilat flasin për moralin, ahlakin, etikën që duhet ta ketë njeriu familje dhe jashtë, saqë thuajse janë të panumërta. Është e pamundur me numëru të gjitha. Se për shembull ajeti kur lesa al-birra tawallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Por nuk është mirësi të besosh Allahun Azza wa Jall, apo nuk është mirësi me kthy fytyrat e juaja drejt lindjes së Perëndimit. Fjala me fal namaz. Por mirësi është me besu Allahun ditën e gjykimit, melekët, kitabun e nebijin, wa atal mal ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil. Dhe në numëron rand.
dhe sillet mirë ndaj fukarave, ndaj të afërmve, ndaj jetimave, ndaj shtresave të ndryshme të njerëzve, la ilaha illallah. E pastaj bën sabër, duron, është i gjanë. Faktikisht pjesa e jetës njeriu të krejt çaj dohet. Kjo është mirësi. E shkalla më e lartë e imanit është ihsani, mirësia. Mirësi, nuk është mirësi vetëm me qitë kryt në seçte, apo vetëm me lexuar Kur'an. Me lexuar Kur'an apo vetëm me shku në xhami 5 herë në ditje, por mirësi është me pas ahlak të madh. Ahlak. Për ata ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të vërtet, kur është pyetur se çka ja Rasulullah më së shumti futën njerëzit në xhenet, ka thënë taqwallah thumma husnul khuluq. Takvalluku, friga ndaj Allahut, wa husnul khuluq dhe ahlaki i mirë. Mas shumë të që e fut njerëzit në xhenet. Andaj, përmirësoni raportet juve me familjet e juaja. Bë sabër. Bekani ambel. Bilen familjes tani ja dhe njeri psikologjin, familjes të vetë. Ja dhe psikologjin, që është më sjell ndaj tyne, në mënyrë të butë, në mënyrë të vrasht, ose një mesatare. Dohet me zarë, me impënu këtë vetë vetës shumë herë, në mënyrë që ata me qenë të kënaqur me sjelljet tua, me karakterin tënd. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam është lutur edhe namaz, Allahu më na përmirësue moralin ton. Shkojmë te pyetja radhës. Selam aleikum, kam 3 pyetje. Pyetja e parë, a është e vërtet ku diun se ai që lexon Kaptin el-Vaqi, Allah ta mbron nga varfëria, po ka gjurmë për te, shpejtojmë pak. E prish abdesin nëse të prek qeni, jo, nuk e prish abdesin nëse të prek qeni, veç me të prek me gjuhë, nëse të prek me trup jo, nëse të prek me gjuhë, që atë vend që e ka prek qeni, është në dytë, se jartë e qenit jetë në dyta, e pastron edhe vazhdon me falë. A që të prek me bishte me trup, jo. E treta a pranohet namazin atë shtëpi, ku ka fotografi gjithësisht në dhumë, ku falemi. Po, namazi pranohet, por është me krohe o rejtën më falë në atë shtëpinë të cilën ka fotografi. Me krohe o rejtën, a namazi pranohet. Sepse namazin pranohet në edhe në kish me falë, ku është mbushur me ikonë, fotografi. Namazi se namaz është diçka në vete, ato që rrethojnë diçka në vete tjetër send. Ato mund ta zbehin, por nuk e prishin namazin. Pra, nuk ka nevojë me u prish me familje, me vllaznin, me motra, shkon në shtëpi tyne, shkon te mysafirit dikon, dhe vije mysafir diku, dhe vije koha me u fal dhe ka një fotografia që ka, edhe ti thon pejhi këtë sfal në pa prish, të prishesh me njerëz. Nuk ka në rregull me mesele. Shkojmë te pyetja radhës. Selam aleikum të nderuar, gëzoj respekt të veçantë për ju, Allah është përbleft me xhenetin Firdaus. Amin, edhe ju të gjithë muslimanët. Kisha një pyetje për punën e mjekrës, jam në universitet me namaz, jam shumë i sakt, por në çështjen e mjekrës me bezdisin shumë shoqëria dhe nuk di si t'ja bëj. Ju lutem një këshill të nderuar, Allah ju begatoft, me respekt të veçantë dhe dashuri nga Shqipëria, Antilio Zeçaj. Allah të ruaj ty dhe tanë musliman që ka jeni atje dhe forcoftë. Që puna e mjekrës, Allahu alem, ndihmë më saktë se është vajib. Duhet me pas burri mjekrën, mashkulli mjekrën, por nuk duhet me shtrëngum punë të mjekrës. Dhe nuk ka nevojë. Ti je student. Mbajni mjekër sa ta ban shoqëria, sa ta ban personalitetet, sa ta ban edhe familja jote, edhe faktorë tjerë nëse ka që ndikojnë. Kanë edhe shefin punë, kanë herë ku diun atje dikush tjetër që ka ndikim të te. Më rëndësi është, minimumi, më rëndësi është me pas diçka që ka quhet në aspektin gjuhësor mjekër. Qoftë edhe veç mos morru, që mban dikush një mjekër shumë të vogël. Ku nuk dihet të dikush cilësohet se është i parrum, dhe plot artista dhe plot gazetar, plot që është i mbajnë mjekrat. Nuk i mbajnë për feja ata, por i mbajnë ose për mendje të madhe, ose për pritojnë morru, ose ku diun. Mbajnë të diçka tillë. Mbajnë diçka tillë edhe kaq. Pra nuk është kusht, asnjëherë, me pas mjekrën e madhe si timen, apo më të madhe, po mos me prekur. Le ta mbajnë ata që kanë mundësi, le ta mbajnë. Ti je student, nesër bëhesh
profesora, deputeta, mjeka ku diun dikon atje, dhe prap nuk mund e mban, mjekra shumë të madhe, me rëndësi diçka me pas, çka quhet mjekër. Unë mendoj kështu. Edhe këtë mund e bojnë, se nuk është e ngarkuar kjo shumë. Kjo mund të jetë e ngarkuar për një lloj të caktuar të njerëzve. Se ta zami ushtria, policia, me sa di, ende ata nuk lejohen të kenë mjek raspak, por i obligohet të rrohen për dita apo për 2 dita 3 ku diun se kanë rregullin. Ndërsa shoqëritë e tjera, ku do të qoftë, mundesh me shpëtue me pak mjekër. Dhe s'pengon as arsimi, as mjekësia, s'pengon puna në biznes, as puna në shoqëri, as në familje, as në shoqëri, nuk të pengon, mendoj. Andaj në kësha thonë me vepru kështu. E tani, qatë që zotë, si mba situatës dhe vendit, edhe gjindesh. Allah është përbleft. Allah është dhe mësmiri. A është gjëna me i marë parët kur t'i gjesh në tokë. Me i marë parët nuk është gjëna, por me marë për vetë është gjëna. Ato para, kanë thonë në lemaja, dohet, jo që parët, po çdo sen tjetër që ka e gjenë, dohet me lajmërue. Kanë thonë atë për para, kanë thonë për xhamia, në për shitore, në për... E sëtë, dikun ku e ka humba të milona e farshaj, dikun mas pa vjen dikush e pëlype. Bila ta kanë shtrëngu punën shumë, të gjërave të gjetura në rrugë, kanë thonë mëtë, një vit plot dohet me lajmëru. Mas një viti, ata jep sadaka. Ani pse ka dhe për ty nësi Imam Shafiu, cili ka thonë këtë marrë për veti. Por, jo të gjithë. Tjerë ka thonë dohet me dhanë. Dhanë ashtu me dhe me dhanë sadaka njerëzve jep javë. Ashtu që nëse me ndënte se ke gjithë para dhe se din të kujna janë, atëherë jep e fukarave sadaka për shpirt apo me njetë atina që kanë hu për narit sajna. A është gjëna me la namazin? Nuk është pyetje kjo është gjëna. Po thuj, a del për din me la namazin krejtëse? Pse çka ka gjëna më të madhë se sa me la namazin? Çka mundesh me bëjë gjëna më të madhë se sa me la namazin, të rega? Nuk ka gjëna më të madhë se sa me la namazin. Nuk ka. Për atë arsye, një individ, krejt të mirat nëse ka. E ka ahlakin moralin që tha më herët. E ka agjerimin, që shplët shqiptara agjerojnë. E jep edhe zeqatën, se është bujarëve të vetiju. Veç e defenën dikush, edhe jap. Edhe në hatë shkan. Edhe pun tjera bën të hajrit sa të dush. Por, pra komplet, thuaj se ka cilësitë një besimtarë të devotshëm, krejt ato nuk bajnë sa namazin në anën tjetër me qitur. Asnjëherë. Sepse s'ka diçka në shariat të Zotit që ka peshan më shumë se sa namazin në asnjë mënyrë. Nuk ka. Për atë arsye i cili don më mësye xhenetit, ai do të më fal namaz. Se është temel, është bazë e dinit. Sigur se me ndërtu një shtëpi të madhe, do të shumë faktor, shumë elemente, por baza është temeli i shtëpisë, nuk ka kulmi. As nuk janë stëlit dhe rëndit që futë mrena. Ato janë të mira, të nevojshme, plotësuese, por jo thelbësore. Temeli. Ta mbi temelin ndërtën të tjerat. E temeli i dinit, shtylla e dinit, është namazi, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj namaz. Është urdhri i parë i Zotit. Dhe është i fundit që pejgamberi ka porosit edhe në smundjen e vdekjes. Edhe ka kujtuar shokëve të tij, po edhe ne muslimanëve. Namazin o ju muslimanë mos e lëni. Shkojmë te pyetja radhës, pak shpejtojmë, por vështirë me kalu pyetjet aq shkurt. Selam aleikum, të nderuara, lejohet me fshi fytyrën pas dhënies së selamit ose përfundimit të duas në namaz? Apo këtë nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sa përket ngritjes së durave punë është sunet, nuk diskutohet dhe është pjesë e duas që pejgamberi ka ngrit durët. E me dhënë mes fytyrës me 2 shplaka mas duas është një hadith nga Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
kur të lut Zotin, lutë drejtoj, kthej dur përpijet kështu, edhe kur ta krysh, fshije ftyrën me te. Por kanë thonë ulemaja se ky hadith është i dopt. Por është një hadith tjetër nga Omer radiallahu anhu, i cili thot, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të ngritë robi duart në duha, mos të lëshon poshtë derisa ta fërkan ftyrën e vet kështu. Këtë hadith transmeton Tirmidhiu, thot hadith është sahihun gharib. Mirë për thot Ibn Hajeri, në librin e tij Bulughul Maram, ky hadith ka rrugë tjera që forcojnë këtë, si hadith Ibn Abbasit, te Abu Davud dhe të tjerë, edhe me krejt rrugë të transmetimet të këtij hadithi, thot na del se hadithi është hasan, pra bën me punu me te. Për atë arsye, edhe Imam Neveviu rahmetullah alayhi, në librin e tij atje Al-Adhkar, e cek ramjen apo përkimin e ftyrës me duar pas duas, edhe bjen këtë hadith. Nga ky kontekst, shumë ulema kanë thonë nuk ka dert, edhe veprojnë kështu, por të tjerët, që janë pjesa dërmuese e tyre, nuk e shohin që është sunnet, sepse që të dy hadithet nuk janë të forta asnjëna. Çdo që të jetë në meselet e tilla, të cilat janë diskutabile, nuk bën fort me ngul kamp. Shumica e numërojnë bidat këtë mesele, sot prej fokahave juristave të hershëm, e disa punojnë, se mbas të hadithe që thamë, për këtyne dy haditheve, transmetimeve tjera, dhe shofim legjitime fërkimin e ftyrës. Unë mendoj se nuk ka nevojë fort në të njeriu me u ndal. Ani pse mund për shumë më shumë mendimit që nuk ka nevojë të shohet ftyrës, sepse nuk e kanë cekur sahabët shumë këtë çështje. E puna namazit punë e ndihshme, puna duas është e ndihshme. Gjithashtu edhe 4 imama të mëdhëbeve. Andaj, ai që punon s'ka dert, po ai që lën ndoshta ka më mirë. Allahu e di më së miri. Shkojmë te pyetja radhës. Unë kam qef të mbulohem i fali 5 kohët namaz, por burri im nuk me lejon të mbulohem, a kam gjuna, ose me mërë gjunahet burri. Nuk mund të themi se burri nuk të mërë gjunahet, sepse çdo kush që ndalon dikën ndonjë punë të hajrit, ai e ka gjunahin që për ndalon, gjunahin për vete dhe gjunahin atina, por kur se si nuk shpëton as ti prej gjunaheve. Gjunahin kryesor i këtij, sepse burri nuk pyetet për shami, nuk pyetet për namaz, nuk pyetet për agjerim, nuk pyetet për çështjet e dinit. Farze. S'po flasim çështje dinit, me thon pa agjeroj nafile. Ja, do të pyet burrin. Se respekti burrit të farz, agjerimi nafile sunet. Ose mund shunatën më fal. Burri thot mos sa prej gjumën, ka gjumën e lehtë. Edhe të sun çohesh se prej gjumën atina. Ti ke qef më çu, për shembull, ose sunet. Pa i hidhrohet më shunatën. Sepse ka gjumën e lehtë. Këtë rast nuk më të thamun e ty çu më se pyet burrin. Ja. Mëse bërë punën më dhënu me burë, kur është puna në meselet të suneteve, ndërsa kur është çështja farzeve, se puna mbëlesës, puna namazit, e agjerimit, pa çare, dohet me kry dhe mos me pyet burrin fare. Shkojmë te pyetja, Allah ta letohet për mbulu ja Rabbil Alamin. Shkojmë te pyetja radhës, thot, vizatimi a është gjunah? A është mëkat? Disa më kanë thënë që vetëm vizatimi fytyrave është mëkat. Kisha dashur të ma kthye një përgjigje.
Po, vizatimi i figurave, gjallësave, të cilat kanë shpirt, siç është njeriu, shtazët, shpenzt, me ftyrë, është haram. Dhe futet brenda teksteve dhe citateve të cilat kanë ardhur dhe ndalojnë mënyrë të prerë vizatimin, skulpturën, pikturën. A nëse e fshin ftyrën, ose vizaton, por nuk i dihet ftyra, nuk ka dert. Pra të arsye ata që merren me skulpturë, me vizatime e tjerë, ne nuk themi me lanat, se është art, dhe është dhunti e Zotit. Por në pas kujdes me ik figurave që në gjalla, gjallësave. A nëse paçarët do të me vizatu dikon ndonjë gjallës si shpez apo shtaz apo diçka, bile ftyrën mja hiq, ose mja prish, më s'pidit ftyra. Sepse është mëkat i madh. Pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, në ditën e Kiametit çto vizatime që ka bëhen, skulptura, piktura, që ka bëhen këtë dynja të figurave të gjalla, sillen ditën e Kiametit, dhe Allahu thot pronarëve të tyre që kanë vizatuar, urdhënoni fut njaf shpirtin. Fut njaf shpirtin. E të shpirtin se një fut. Atëherë, do të shku me pagu me xhehenem atë. I është kërcënuar shariati shumë atyre që bëjnë skulptura me figura, atyre që bëjnë skulptura të gjallësave, sikurse atyre që marrin busta, lapidare, figurat ndryshme atje këdhendin, shqiponin e këdhendin ndonjë zog, ndonjë gjallës, ndonjë njeri, apo edhe pikturë qoftë, i është kërcënuar shumë. Mund të pyet dikush, ku është urtësia? Pe kuptojmë që ka kërcënim, pas ka dënim na herët në botën tjetër, por ku është urtësia e ndalimit të këtyre vizatimeve, skulpturave tjera? Urtësia është se kjo numërohet apo konsiderohet si mas preventive në shariat, mas preventive e asaj që mund të vije me kalimin e kohës, e që është adhurimi dhe madhërimi e atyre figurave apo atyre skulpturave, atyre pejsazheve kështu me radhë. Sepse prej kohës së Nuhit alayhi salam, dhe me thonë thuaj se prej fillimit të dynjas dhe deri sot, njerëzit në sasit madhe kanë devijuar dhe kanë adhuruar shkak i pikturave, i vizatimeve dhe kanë adhuruar pikturat. Deri te krishterët të sotit dhe fete tjera, gjithmonë vizatimet, skulpturat të ndryshme janë bërë shkak element që këta me adhuru që ata që kanë skulpturu apo vizatu. Ajo është shirk pastaj. Dhe kur të arrijet atje më e pat, më është për të dënimin e Zotit. Pra të arsye Islamit ndalen më herët. Sepse në Islam ne kem halal i pacht edhe haram. Por kem edhe masa preventive që janë halale, që janë harame, për me të ndalu me ta këput rrugën, mas me të lanë me shku atje. Se kurse puna e vetëmis me femër, e vëllëtim të femën të huaj, me përshëndet për dorën femën e huj, me përqafu femën e huj, me puth femën e huj, që është veprohet sot në namen të shoqërisë, namen të kudijun të afërsis, kënse, e tjerë, mitësis, ku ta dijun. Këto në masa preventive, po në zbona kur gjë, në që përqafova, nuk thash që bone kur gjë, asnjë nuk tham na, vetëm se tham se Islami ka bë haram. Po pse ku është urtësia? Urtësia është sepse është mas preventive e asaj që mund të vijë. Islami kushton shumë rëndësi masave preventive. Andaj, ju që përdorni apo që keni art punës skulpturave, keni kujdes këtë çështje. Mos e ndërprerni shkollimin, mos e ndërprerni atë zanat, ajo është art i mirë, por mundohuni me kthy në art islam, me islamizu atë art të cilën apo atë dhëntisht ka dhënë i madhi Allah, xhelle shanu. Dhe alhamdulillah nuk është paçare njeri me vizatu vetëm figura, ka mundësi edhe sa në tjera sa të dush. Shkojmë të pyetja radhës.
Hoxhë nderuar, një këshill. Që tash pyetja e dorës, falem pak përpara punën e dorës, që 3 vite nuk kam qenë në Kosovë dhe kam pasur probleme shëndetësore. E problemet që ndron aty se të gjithë më presin të takoj. Por a bën që folim për dorë çikave të agjës, të hallës, çikave të tezës, grave të dajve. Gjithashtu edhe ana kundër pe grus. Të gjenia kundërt atje. Ky është një problem jo i vogël që ballafaqohen muslimanët kohën tonë pa Zotin. Dhe ne kemi hallën dhe derë të muslimanëve. Ne i themi në këtë rast fattaqullaha mastata'tum. Tot një Zotit sa të mundeni. Tot një Allah sa të mundesh. Sa ne më mirë mi tut njëri Allah sa të mundesh. E secili din sa mund mi tut Zotit xhella shanu. Dohet një vëdjesim ende i shoqërisë tonë. Ata halas të kanë kuptu shamin si dohet farz. Dësa për ty në namazë, ndërsa punën e dorës, shumica absolute, popullit tonë, mjeresht dhe muslimant, mjeresht dhe praktikus e islamit, shumë prej tyre, vjetër dhe 3, gra dhe burra, e konsiderojnë, mas folin për dore, të gjenive të kundërta, diçka si të pabesë. A kjo është mas preventive. Është mas preventive. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk I ka fol grave për dorë. Dhe ka thënë inni la usafihu nisa, unë nuk I flas grave për dorë. Nuk I flas grave për dorë, për skondra. Për skondra, do të thonë distancë. Për dorë ju. E ky Islam është I mirë. Dhe na mëson për të mirë. Dhe ka ardhur për të mirë. Allahu dhe neve na boft mirë. Me Islam, e të mirë me jetu, e të mirë me vdek, dhe të mirë me ringjall, dhe ashtu të mirë me fut në xhenet inshallah taala. Allahumma amin. Zoti e din më së miri. Dhe deri në emisionin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.